Albano dhe Juli. Pas suksesit që patëm me një legjendë. Si mu tri kjo këshumë. Si mu tri kjo këshumë. Ka njetë shumë keq plak. Ta shesh më mirë, Shiko, do bëjmë përsëri një prallë, një legjendë. Albano t'i je përsëri narratori edhe sot. Ma fut një gjithmonë. Narratori, edhe ke edhe një tis verior, kështu që dallohet. Tis verior unë? Po ta vini re kemi 9 aktor nga Tropoja, Julin, Visjanin, Erdin, se mësini mua për to. Tiset veriore. Nuk e di, më pëlqen kur e bën. Si bet veriori, ku di ta bëjun? A gjosi ta idi, më pëlqen kur e bën ti. Heroi legjendar është Juli, është i plagoshur dhe është në shtratën e vdekjes. Juli merre me komoditet, është rroko, mo. Shqipa. Ose diçka tani. Ndërkohë që Ori do të vi pas pak dhe është motra e Gjergje Lezanis, që dërgjet. Kush është Gjergje vlla? Heroi plagoshur. Kush është Gjergje këtu te ne mos e di kush është Gjergje. Po tash ti narratori, çfarë bën? Mos më them, merre me komod. The. Ndërkohë do të jap urdhrin Orit të hiqni në sallë. Gjergje Lezalia. Prit, verior. Si bet veriori. Ka një ue. Për shembull ka me shkue. Okej, me punue. E kapa. Gjuergje lue zalue. Po duergje në krue vauet. Me 200 plaug të hapuna në trup. Një mërbur 200 plag. Një plag, vetëm kishte një hemoroid, kështu që e shqetësonte. Se lënte të dilte një vetvete dhe të bënte shqerë me gjerxat e tjerë rreth e qark. Dhe kur do i vi motra e tij erdhi gjithë mërzi që ta qante se ai po vdiste gjasme, se kuptoi, val, ka ndonjë motrën e Gjevërdallçut, da vi njëri apo kalëm fare muhabet. Nejse, un jam këtu sot. Dëgjoje me kujdes Albano. Lale. Sepse aktori e vërtet bën teatr. Diska motra fare në shtëpi. Edhe në shkrim etiketa. Doli me shoqet tha po vi po ha. Me shoqet me Gjergji! Vdiq Gjergji! Nuk vdiq, Nuk vdiq Gjergji! Nuk vdiq më të betoj. Unë e di që vdiq Gjergji! Nuk vdiq Gjergji! Se po të kishte vdekur, nuk do ishte në kolpuk, duke kënduar asere he, ha, e he, te mute he, te seti, unombra, ma hatja te vuti një fi. Gjergj! O, motër! Ku ishe me Gjergji? Ku ishe? O, motër jotu! Motër, ku ishe me të keqen? Gjergj! Më falë, kemi tekst ne për këte, apo s'na dhe tekst? Shpirti motrës! Qa ki pas ke pinë sot, mojito, ha? Na, ti lezo këte. Ti do të gjenë një etiketë bukur, se kjo që nga e bardhë. Qa kemi në gjetë, talë në Kjo është e imja më tjo. Na, ti lezo këte, vedëm këtë gjeta, s'pas ka gjithirë. Dakord. Hajde. Pra për para ju sho njerës të mirë. Ore, pëse s'kemi në një etiketë në këtu? Nejse. Kjo është etiketë qumshim, o. Ha? Etiketë qumshim dhe mua. Po etiketë qumshim, po shdoti. Taj lezo të shimona qe kokën. Prit, legal. Gjergje lue zaluja. Po dergjej. Po mekej në më thë. Po i dhujim të shumë. Plaga dhe muetra. I rinde të kueka. Dhe Gjergji i thuewa. Motër, qumë shtë lope i freskët, nga fermerët e Beratit, lushnjes dhe fjerit. Gjergj! Prit! Muetrës i dhimpti në shpirt dhe me luetë në fuqe. I thot Gjergjit. Po për bërësit, patate, vajmisi, qumësht, shie djathi. O, Gjergj! Shka ka stravetë? Së shbrisi poshtë. Mirë po Gjergji, nuk duonte që muotrat e mërzituej. Motër. Dhe i thot, motër, mblidhe veten dhe. Motër, i pasterizuar kë qumësht, në temperaturë 85 gradë.
për 30 sekonda me teknologji moderne italiane si pas kërkesave të komunitetit europian. Jo, Gjergj! Motra rinde mbi Gjergjin, duke I marrë erë gëlbazrave që ai lëshonte në fytyrën e saj. Dhe gjithë zinxuri motorore I thot: Qumshti pluhur, vaj kokosi, substanca aromatike, përmban derivate të qumshtit dhe të laktozës. Motër më çove gojën lehë. Në këtë moment hyn shoku I Gjergjit, të cilin për mungesë fondesh do luaj unë. Dhe I cili, me që vetëm të vjetë e këta këshim do themni nga këto reklama që maj mënd, I thot Gjergjit ka ardhë Bajlozi, I thot: Hëmo, fshatar nga Marsi! Një herë që të vijun këtu I mbaron abonimi! Ka ardhë Bajlozi jashtë! O, Bajlos, këshillohet të konsumohet I Gjergji, ftohtë. tak, nuk jam unë Bajlosi. Kush je? Unë jam shoku jo t'ingush do martoj me motrën, unë vdeses ty të marrin pasurin, Bajlozi ish jashtë. O, shoku imi ngush do martohesh me motrën. He. Këshillohet të konsumohet I ftohtë motra. Ha, Rekomandohet të mos zjehet për të humbur vlerat ushqyese dhe të konservohet që tërmështë, të mos ekspozohet ndaj rrezeve të diellit dhe për të tjerat shiko datën e skadencës. Jo, Gjergj! mos lëviz! Do I plotësoj amanetin të të shoh datën e skadencës. Jo, Gjergj! Hajde, motra, hajde. Motra u largua me hapin e saj të vendosur, po shkonte drejt sësëmës. Është sëma ime prap. Po është motra në rol, s'kaq.